jemi një shembull shumë pozitiv që mund të jetë shembull edhe për shumë vendet të Bashkimit Evropian. Por gjykata ndërkombëtare duhet të ketë efektin edhe korrigjues për atë që mos lejoj të ndodhen të ardhmen. Drejtësia tranzicionale mund të konsiderohet si një kornizë në të cilën duhet vendoset fotografia e popujve që jetojnë në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin, pasi kanë dalë nga konflikte, nga të cilat sigurisht që çdo palë mund të ketë kujtimet e dhimbshme. Për të folur sot për rëndësinë e gjykatave ndërkombëtare në vendosjen e drejtësisë tranzicionale, kemi ftuar një nga figurat të rëndësishme në jetën politike në vend dhe që ka parë në brendi se si ka funksionuar historia dhe si kanë funksionuar edhe institucionet gjatë këtyre periudhave. Me mua sot është Imer Sermani. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Sa i rëndësishëm ka qenë Tribunali Penal ndërkombëtar për ish Jugosllavin, që ishte me mandat të përkohshëm, dhe sa i rëndësishëm është Gjykata e Hagës, që është me mandat të përhershëm në vendosjen e drejtësisë tranzicionale, veçanërisht në pjesën e Ballkanit. Do të fokusohemi dhe në Maqedoninë e Veriut, duke qenë se janë tema shumë delikate për të trajtuar. Patjetër se ne ndoshta më shumë ti mund të jemi të ftuar të flasim për gjithë pasojat e luftës qytetare në ish republikat jugoslave, duke filluar nga Slovenia, Kroacia, veçanërisht lufta në Bosnjë, pastaj brutaliteti dhe lufta ti thesh me pasoja shumë tragjike ndërhyrjes serbe në Kosovë dhe në fund nënkuptohet edhe 2001 ose konflikti armatosur këtu në Maqedoninë e Veriut. Krejt kjo patjetër se ishte pamundur në prizmën kohore, nëse shihet që vetë popujt të cilët ishin në një konflikt që zgjati 10 vite më tepër, domethënë të munden vetë të vendojnë të drejtësinë, dhe kjo është arsyeja kryesore dhe thelbësore sepse u themelua edhe gjykata ndërkombëtare në Hag edhe për shtetet ish jugoslave, dhe gjithë ata me gjithë projektin i cili sot e kësaj dite është duke vazhduar, dhe sot e kësaj dite kemi tani do të trajtohen me drejt ose pa drejt nga këndvështrimi ynë si shqiptar për ata që sot mbahen ish krerët ose ish udhëheqësit të UÇK-s, por patjetër se drejtësi ideale nuk ka. Domethënë, kjo duhet të jetë parimi dhe këndvështrimi dhe opinioni. Drejtësi ideale nuk mund të ketë, dhe dikush gjithmonë do të jetë më tepër i kënaqur nga drejtësia dhe dikush më pak. Po ajo që ka një emërtues të përbashkët është se fajtori kryesor nga gjithë faktorët ndërkombëtar, nga fuqitë e mëdha, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vetë drejtësia në Hag për nisjen e konfliktit dhe luftës ndëretnike në ish Jugosllavin e dikurshme, ishin udhëheqësit e Beogradit. Ashtu që nga kjo prizmë ne nëse numërojmë vetëm dënimet të cilët janë të shqiptuara dhe ata të cilët kanë vuajtur dënime, normal se ata të cilët janë më shumë fajtor janë nga ish udhëheqësia ushtarako-politike serbe, ata të cilët një pjesë mbaruan ashtu siç mbaruan, duke filluar nga koka e tyre Miloševići, i cili mbaroi me jetën e vet në Hag, mirëpo edhe shumë të tjerë të cilët u dënuan, disa të tjerë nuk janë sot edhe në jetë, por disa të tjerë vazhdojnë të heqin dënimin. Pastaj janë pjesëtar bosnjak, kemi kroat, kemi edhe nga vetë Maqedonia e Veriut, domethënë kemi Tarçullovskin, i cili ishte një prej udhëheqësve të policisë të asaj kohe të vitit 2001, i cili u shpall i fajshëm. Pastaj është edhe ministri i punëve të mbrëmshme të asaj kohe, i cili u mbajt gjatë kohë në paraburgim dhe pas një kohë u lirua, domethënë është Boshkovski. Dhe gjithë kjo është ajo piktura e madhe cilën drejtësia tranzicionale ose drejtësia ndërkombëtare e cila bën tranzicionin e drejtësisë këtu në vend, u mundua të vendos kornizat e veta për një funksionim të një drejtësie nacionale në çdo vend.
A e ka rritur qëllimin? Unë mendoj se ende jo, për arsye se fakti që sot e kësaj dite jo vetëm gjykata ndërkombëtare e Hagos, por edhe State Departmenti ose Ministria e Punëve të Jashtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet fuqjes në listën e zezë të politikanëve dhe afarizëve dhe politikanëve të cilët mundohen dhe bëjnë manovra për të hikur drejtësisht shpeshherë gjenden në atë listë, do të thotë se ende ne nuk kemi të bëjmë këtu me një me institucionet konsoliduara që mund ta përballojnë një peshë të tillë të cilët do të jenë tamam kështu me sy të mbyllur dhe me terazin nga njëra dorë dhe me shpatën nga dorë tjetër. Po do të rikthehemi edhe një herë tek gjykatat për të trajtuar pak më në thelb pjesën e le të themi rolit të tyre në rikthimin e paqes, le të themi në Maqedoninë e Veriut. Sipas jush ka ndihmuar që ndoshta të ketë më shumë harmoni mes etnive në vendin ton, vendime ndoshta që janë marrë në gjykatën ndërkombëtare, qoftë në rastin e Maqedonisë, por qoftë edhe në rastin e Kosovës. Ka ndihmuar ndoshta në tejkalimin e atyre plagëve të luftës? Më thënë, kemi diametralisht situata të ndryshme në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Mund t'i trajtojmë edhe veçaveç. Maqedonia e Veriut, do më thënë, ne patëm një konflikt armatosur, i cili patjetër se dhe viktima edhe largime nga vatrat e veta të shumë familjeve dhe invalid e tjerë, por pasojat janë shumë më largë se sa ajo që ndodhi 2 vite më herët para 2001-s 99 në Kosovë dhe para 99-s që kishte ndodhur në Kosovë. Dhe jo rastësisht nga Maqedonia e Veriut kemi të trajtuar, domethënë, vetëm 2 persona në gjykatën ndërkombëtare në vërtet në Hag, dhe me aq mbaroi cikli i gjithë atyre të cilëve ishin të akuzuar ose një çfarë forme dhe një çfarë mënyre të trajtuar në gjykatën e Hag, kurse në Kosovë edhe pse ka shumë të dënuar, të cilët kryesisht domethënë janë serb dhe udhëheqës të paramilitar dhe ushtarako-policor të asaj kohe, por vazhdon domethënë ende gjykata ndërkombëtare në Hag të trajtojë edhe raste të tilla, edhe nga pala shqiptare, edhe pse shpesh kemi pasur domethënë një ndër emrat i cili ka qenë më shumë i ftuar dhe i trajtuar nga prokuroria dhe gjykata është ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili disa herë u shpall edhe i pafajshëm dhe vazhdon domethënë të mbahen sot e kësaj dite krerët e ish UÇK-s, të cilët simbas gjithë opinionit i cili është jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, veç më fillon të mbizotron se mënyrë të padrejtë mbahen aq shumë gjatë, pa me pasur fakte dhe argumente të cilët barem opinioni do të kishte mundësi që të mund ti shifte, ti lexonte ose ti trajtonte. Kur jemi tek opinioni, sipas jush, është vërejtur gjatë viteve kur janë marrë këto vendime në gjykatën ndërkombëtare një farë luhatje e besimit ndoshta tek popullata, ata që e kanë përjetuar dhimbjen më afër nga të gjitha këto konflikte, sepse gjithmonë, siç thatë edhe ju, nuk ka drejtësi të përsosur, gjithmonë është njëra pala apo tjetra që është më shumë e kënaqur apo më pak e kënaqur. Sipas jush, ka pasur raste të tilla kur ndoshta është ngritur një farë pakënaqësie ose dileme për këto vendime që ka marrë gjykata e Hagës? Patjetër se ka pasur dhe patjetër se ka, për arsye se proporcionalisht nga dëshmit dhe argumentet të cilët ka arritur gjykata ndërkombëtare jo vetëm ti dëshmoj, por edhe ti ofroj opinionit, ajo një periudhë ka pasur besishmërinë më të lartë dhe në një periudhë besishmëria e saj ka ra. Më thënë, kur tenton gjykata ndërkombëtare të përdor vetëm dëshmitar të fshehur, të cilët për opinionin gjithmonë vendohen në dyshim sa mund të jenë relevant, sa mund të jenë kredibël, sa mund të jenë të vërteta do dëshmi. Patjetër se aty ka rënje të besimit dhe patjetër se opinioni ka dilemat e veta se gjykata ndërkombëtare
punon sipas standardeve të drejtësisë ose vallë mos del jashtë binarëve. Ajo ndodhen tani me proceset që janë kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit edhe gjithë shokëve të cilët janë krerë UÇK-s. Mirë po kur flasim për gjenocidin në Srebrenicë, dhe aty faktet janë të pamohueshme. Kemi me mijëra njerëz, qytetarë të parmatosur të cilët u masakruan dhe aty domethënë nuk kish nevojë shumë opinioni të bindet me argumente dhe me dokumente se çka ka ndodhur për shkak se ishin skena të cilat sot e kësaj dite rreth qethin çdo qytetar i cili shef ato skena. Ashtu që gjatë kësaj periudhe të kaluar, me siguri se ka pas rritje dhe ka ramje, ose ti thush luhatje të besueshmërisë, dhe unë dëshiroj që kjo mos ndodh, për arsye se te ne në Ballkan ende një prej referimeve të drejtësisë, të drejtësive nacionale, vendore, gjithmonë thirremi në drejtën ndërkombëtare ose drejtën në hak. Ashtu që dëshiroj që jo vetëm për rastet konkrete, por në përgjithësi edhe për efektin që një drejtësi e mirë dhe e drejtë mund të ketë edhe impakt në drejtësi nacionale, drejtësia ndërkombëtare të funksionojë tamam kështu sipas standardeve dhe sipas argumenteve dhe fakteve, sa më pak duke përdorur dëshmitar të fshehur dhe dëshmitar me identitet të panjohur, për arsye se patjetër se gjersate unë dhe të çdo qytetar gjithë ajo pastaj krijon një dyshim se cilët janë ato dëshmitar. Ai numër i dyshimeve me arsye të plot rritet dhe me atë mënyrë proporcionale bie edhe kredibiliteti i gjykatës. Ndoshta këtu qëndron edhe ajo pjesa që ata persona që po dëshmojnë për çështje shumë të ndjeshme, duhet kenë edhe një farë sigurie, ndoshta që identiteti i tyre mos të zbulohet dhe gjykata vendoset në një farë pozite të mbrojë dhe të marrë dëshmin apo t'ju shpalos identitetin dhe të rrezikohen. Shumë e drejtë është, mirë, po ku është kufiri i përdorimit ose i keq përdorimit të atyre dëshmitarëve. Domethënë këtu kur flasim për opinionin dhe për qytetarët, opinioni dhe qytetarët duan t'i kenë dëshmitë të prekshme dhe të shohën me sytë e vetë dhe dëgjojnë me veshjen e vetë. Gjithmonë kur ka dëshmi të cilët mund të jenë ndoshta relevant vetëm për një grup të vogël të njerëzve të cilët janë nga ana tjetër e gjykatës dhe opinioni nuk ka qasje te ata dëshmi dhe te ata dëshmitar, nuk mund të preç tek qytetarët që të besojnë qytetarët në diçka që nuk shohën dhe diçka të cilët nuk mund ta prekin, nuk mund ta vlerësojnë vlefshmërinë atyre fakteve. Ashtu që kur flasim tani, nuk flasim ne, nuk bëjmë revizionin e gjykatës ndërkombëtare, por flasim për besueshmërinë dhe besueshmëria nuk është diçka që është që matet në kantar. Besueshmëria është një sër ndodhish e cila ndikon në percepcionin tek qytetarët për të pasur ose mos të pasur besim te një institucion. Tani kur flasim me gjithë këto ndodhit e viteve të kaluara, them, mund të jem edhe subjektiv, patjetër, sikur çdo kush prej neve mund të jetë subjektiv. Flasim për rastet veçanërisht të fundit, krijohet një percepcion në Kosovë dhe në Maqedoni, veçanërisht të popullatës shqiptare, se gjykata ndërkombëtare e Hagës vepron shumë më tepër me dëshmitar të fshehtë, me identitet të mbuluar, sesa me fakte dhe me argumente. Gjë që nuk ka qenë në fillim kur është krijuar vetë gjykata ndërkombëtare, kur shumë më tepër është dëshmuar fajësia e atyre të cilët kanë bërë krim ose padrejtësi me fakte dhe argumente, të cilët gjithë opinioni mbar i ka mund t'i shoh, ti dokumentoj dhe ti perceptoj si të realta. Po, se po kalojmë nga një shtet në tjetrin, po jemi shtete e fqinje, kështu që çdo gjë që ka ndodhur tek fqinjet tanë sadokudo ka pasur impakte edhe tek ne. Mendoni se njerëzit apo viktimat e këtyre konflikteve kanë arritur të kenë një farë paqe shpirtërore pas dhënies së dënimit për, le të themi, komandën e asaj kohe? Mendoj se pjesërisht po. Nuk mundet asnjë dënim asnjëherë të krijojë paqe te viktimat.
për arsye se viktimat do të jetojnë jo vetëm ata, por edhe pasardhësit e tyre do të jetojnë me të bëmat dhe të ndodhurat e asaj periudhe, të cilët janë bërë krime të cilët trajtohen ose janë trajtuar në gjykatën ndërkombëtare. Por mendoj se kur arrin dënimi në adresën e caktuar nga ai i cili ka bërë krim, ka një satisfakcion shpirtëror se ja ai që e bëri dëmin do të paguaj për atë, por nga ana tjetër unë mendoj se efekti është edhe më i madh nga ata të cilët ndonjë moment ndoshta këto vendime dhe këto akte do të parandalojnë një dëm të ardhshëm ose ndonjë ngjarje të përsëritshme, e cila mund të përsëritet ndonjë periudhë të ardhshme. Domethënë, jo vetëm korrigjimi i të bëmave ose i krimeve dhe marrja e dënimit, por gjykata ndërkombëtare duhet të ketë efektin edhe korrigjues për atë që mos lejoj të ndodhin në të ardhmen. Sepse le të themi që edhe rasti i Miloševićit, nëse s'gaboj, ishte i pari në gjykatën ndërkombëtare që po bëhej shembull se edhe një drejtues i lartë shtetëror mund të vendoset në bankën e të akuzuarve. Po patjetër se ishte presidenti i Jugosllavisë viteve të fundit, pastaj mbas 90-tave edhe asaj që ngeli nga Malizi dhe nga Serbia, dhe pastaj ishte njeriu i pari pa kontestueshëm në Serbi me gjithat përkrahje nacionaliste që kishte viteve 90-ta, dhe kur ai mbaroi në Hak, çdo kush e kuptoi se asnjë nuk mund të jetë i pandëshkueshëm dhe askush nga liderët jo vetëm të Ballkanit, po edhe më gjerë nuk mund të fshihet mbas ndonjë krimi të cilën në një periudhë ka pas mundësinë duke përdorur dhe duke keqpërdorur pushtetin dhe mos të bëj një llogari dhënie. Ashtu që thash, përveç se shqiptimi i dënimit, i cili është satisfakcioni atyre të cilët janë viktima, gjithë këto dënime dhe gjithë këto procedura duhet të jenë mësim edhe për gjeneratat të cilët në një moment e kanë pushtetin në duar dhe ndoshta për X arsye mund të vjen në dilema që të keqpërdorin pushtetin. Do thënë, duhet jetë edhe ajo që është masa preventive në të ardhmen. Kemi patur raste edhe nga Maqedonia që janë dërguar në gjykatën ndërkombëtare, le të themi që lidheshin me konfliktin e vitit 2001, por që për disa arsye të cilat do doja të mi ceknit ju, janë rikthyer që të trajtohen nga institucionet në vend, kur edhe do të na vinte në shprehje ligji për amnisti. Mendoni se ishte një vendim i duhur sjellja e atij ligji? Më thënë, pas në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit, pat ligj për amnesti, do më thënë vjeshtën ose ka fundi i vitit 2001 ka qenë sa më kujtohet, dhe në atu përfshin gjithë antarët, pjesëtarët të cilët ishin antarë të UÇK-s, duke ekskluduar ata të cilët kanë bërë krime ndaj njerëzimit e tjerë. Ajo është ligj i cili në bazë të ligjit u bë edhe çarmatimi i UÇK-s atëherës, dhe ishte një pjesë e marrëveshjes të Ohrit, e cila solli paqen, qetësinë, bëri ndikoi dhe gjeneroi ndryshimet kushtetuese, barazinë më të mirë mes popujve më të mëdhej me shumicë që janë në Republikën e Maqedonisë Veriut, maqedonësit dhe shqiptarët, dhe se përpos këtyre rasteve patëm edhe dy raste që përmenda edhe më herët, domethënë një prej udhëheqësve të policisë atërshme, domethënë Tarçullovski dhe ministri i Brendshëm, të cilët për rastin e Lubetenit, kur u vranë shumë civil në verën e vitit 2001 të parë matosur, domethënë ata u përgjigjen dhe morën dënimin ashtu siç morën asaj kohe. Por nga ana tjetër ishin disa raste të cilët nga prokuria pas vitit 2001 nuk ishin si raste të mbyllura dhe u drejtuan gjykatës ndërkombëtare në Hak. Gjykata ndërkombëtare pati dilemat e veta se a janë të një rëndësie të tillë që të klasifikohen si raste të krimit ndaj njerëzimit, që ka elemente të tilla ose jo, dhe më kujtohet se një prej vendimeve të gjykatës ishte se Maqedonia e Veriut ka kapacitetin ato raste të trajtoj edhe këtu në gjykatat vendore. Mendoni se patëm kapacitetin? Ashtu që pat një trajnim të gjykatësve, prokurorëve,
pat ndërtimin e ambienteve speciale apo stafate me standardet e gjykatës ndërkombëtare të Hagës, që ato raste të trajtohen, që të mund të trajtohen potencialisht edhe në Maqedoninë e Veriut. Pastaj diku në vitin 2008 ose 2009, sa më kujtohet, me një interpretim autentik të Parlamentit të Republikës Maqedonisë Veriut, u konstatua se ato raste nuk duhet të procesohen, pasi ata kishin ardhur në Maqedoninë e Veriut. Ishin të kthyer në vërtet nga gjykata e Hagës, u bë një interpretim autentik dhe një mendim se ato raste nuk duhet të trajtohen në Maqedoninë e Veriut. Ajo patjetër se la një, ti thush, nga një ranë ishte ndoshta një satisfakcion dhe një kënaqësi tek pala shqiptare, por te pala maqedonase la një dilemë sa ishte vendimi më i drejtë. Mirë po, nga ana tjetër kemi parasysh faktin se marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshja e paqes dhe unë personalisht si Imer Selmani, si politikan, si qytetari i këtij vendi dhe si afarist, vlerësoj sa ishte edhe një kontribut që të ndërtohet dhe të mbyllen plagat e vitit 2001, mos të hapen plag të reja, për arsye se jemi këtu 1,5 milion njerëz që njihemi dhe nuk kemi nevojë për plaga të reja të hapen dhe të trajtohen. Mirë po, mendoni se dhe nga ana tjetër kemi parasysh faktin se kjo nuk u bë me vendim të njëanshëm, domethënë parlamenti i asaj kohe pat një shumicë sa më kujtohet gati 2/3, me cilët i votoi këtë interpretim dhe u mbyll me vullnetin e plot të përfaqësuesve të popullit, edhe të atyre Maqedonas edhe atyre shqiptar. Përmendet hapat që u ndërmorën me qëllimin që plagët e të kaluarës të mbyllen. Pas 2001-shit, flasim edhe deri në ditët e sotme. A mendoni se ndoshta her pas here mund të ketë qëllime politike, individ të caktuar që vendosin gishtin që ato plagë ndoshta të mos mbyllen plotësisht? Jo, patjetër se ka, patjetër se ne nuk mund të jemi gjithë njësoj dhe patjetër se interesat janë të ndryshme. Domethënë ka qytetarë dhe ka grupe qytetarësh të cilët shohin Maqedoninë e Veriut si shtet i të gjithëve dhe si shtet i cili duhet t'i bëjë jo vetëm hapat e shpejt, po super të shpejt, të arrijmë në një shoqëri moderne, të zhvilluar, tolerante, për shkak se jemi shtet multietnik, jemi shtet multikonfesional, domethënë jemi një shembull shumë pozitiv që mund të jetë shembull edhe për shumë vende të Bashkimit Evropian. Domethënë me një tolerancë që kemi arritur mbas 2001-shit, realisht domethënë të kultivojmë si model. Mirë po, gjithmonë do të ketë individ të cilët pikrisht gishtin mund të vënë te ato plaga ose të shëruar ose jo krejtësisht të shëruar dhe të mundohen të rikthejnë në memorjet se ende diçka nuk është mbyllur nga 2001-sha. Po patjetër se duhet kalkuluar në faktin se viteve të fundit ne nuk jemi një ishull i izoluar nga ndikimet hibride, veçanërisht ata ndikimet një tjetër sfidë në ditët e sotme pro-ruse dhe ruse, të cilët nuk janë të interesuar që Europa të jetë e qetë dhe Ballkani të jetë i qetë, dhe një Ballkan me një histori aq të lashtë, një Ballkan me histori 2000 vjeçare, ku kanë kaluar perandori dhe perandori, domethënë njëra mbas tjetrën, patjetër se këtu gjithmonë mund të gjenden konflikte mes popujve, mes etnive, mes pjesëmarrësve ose pjesëtarëve të feve të ndryshme, domethënë gjithçka është e mundshme. Dhe veçanërisht me ndikimin e rrjeteve sociale, me fake newsat dhe me krejt ata të cilët bota moderne është e lëndueshme dhe lëndohet. Patjetër se ka dhe do të ketë tendenca të tilla. Për atë arsye, shumica jonë, flas llogarit dhe vetveten, duhet me qenë vigjilent, duke mos me u nënshtruar provokimeve të ulta shpeshherë që dëgjojmë, po edhe nga njerëz të cilët ne i mendojmë se janë pro-europian, del se mbas një kohë ata të jenë më shumë nga lindja ose nga Rusia të orientuar sesa nga perëndimi. Ashtu që patjetër se Maqedonia e Veriut duhet mbyllur
dhe mendoj se e kam mbyllur kapitullin e 2001-shës. Ne kemi bërë ndryshimet kushtetuese, kemi arritur një numër të madh të ligjeve të cilët burojnë nga marrëveshja e Ohrit të implementohen. A ka implementim të drejtë dhe gjerë në fund, patjetër se ende nuk kemi. Ngecim pak te pjesa e implementimit ligjeve. Ngecim të aktet ligjore, ngecim të aktet nënligjore, ngecim të përfaqësimi i drejtë, por duhet pasur parasysh se gjithmonë duhet matur ku kemi qenë dhe ku jemi. Në qoftë se nuk dim se ku kemi qenë dhe ku kemi arrit sot, neve na duket vetvetja se s'kemi bërë gjë. Ndoshta pastaj nuk e kemi të qartë edhe ku duam të shkojmë. Patjetër, domethënë, neve gjithmonë duhet të dim se ku ishim para 2001-shës, çka ndodhi me 2001-shën, çka u bë pajtimi dhe gjithat punë që kemi bërë. Realisht kemi bërë shumë punë. Maqedonia e Veriut ka një harmonizim gati se të gjithë ligjeve me të drejtën e Bashkimit Evropian. Tani mund të bisedojmë sa ata ligje implementohen gjerë në fund këtu në vendin tonë, aty kemi mendime ndoshta të ndryshme, por nga aspekti ligjor dhe nga aspekti i drejtës ka një përparim të bollshëm. Maqedonia e Veriut është tani antare e NATO-s, ka dhënë shumë sakrifica. Kur flasim sakrifica, patjetër se këtu nënkuptohet ndryshimi 2 herë i kushtetutës vendit, një herë në fillimin e viteve 90, pastaj në vitin 2017-18, më thënë pas blokadës 2 dekade nga ana e Greqisë, dhe tani në këtë rrugë, në qoftë se pyeten maqedonasit Maqedonasit etnik flas, domethënë atë thonë, po ne kemi dhënë sakrificën më të madhe për arsye se u desh të ndryshohet emri. Emrin e shtetit, ajo pastaj na prekën në identitet etj. Mirë, po këtu shqiptarët nëse i pyetën do thonë se po ne kemi pasur durimin e madh dhe gjithmonë kemi qenë suport i bashkëqytetarëve tonë, krah, i kemi kuptuar, kemi menaxhuar me situatën dhe gjithmonë kemi qenë pranë tyre, edhe ndryshimi i kushtetutës në fund u bë në parlament prapë me 2/3 ku shumica e deputetëve ishin prapë maqedonas, ata cilët votuan ndryshimet kushtetuese. Ashtu që gjithë kjo, prapë them, gjithmonë mund të gjendet një në fije për të tërhequr se nuk na shkojnë punët ose nuk kanë shkuar ashtu siç kemi dashur. Por qofse shihet korniza e madhe, ajo që gjithmonë duhet parë, patjetër se ne kemi progres, kemi përparim në këtë drejtim. Fakti se gjatë kësaj periudhës veçanërisht 7-8 vjeçare kemi ministra, kryeministra të dënuar, kemi domethënë njerëz të lartë që kanë pas pushtet shumë të lartë dhe që vuajnë dënimin ose kanë vuajtur dënimin, ja kemi procese dhe të reja të cilët hapen. Të cilët tashmë i kanë trazuar pakujrat në vend. Në qofse vis-a-vis të drejtës kur flasim, mund të themi se sado që jemi jo të kënaqur, dhe ajo shihet edhe nga opinioni, si qytetarët vendas të Maqedonisë Veriut nuk janë të kënaqur nga puna e gjyqësorit dhe nga prokurisë, po treguesi i vetë rasteve dhe fakteve dhe dëshmia, vërtetimi me dënim dhe vuajtjen e dënimit tregon se prap funksionon sistemi juridik, ndoshta jo ashtu siç presim dhe siç duam. Por me shpresën që ndoshta do të fillojë dhe do të jetë më aktive dhe do të ketë më shumë epilogje. Dhe shpresojmë se fuqia e Maqedonisë dhe hyrja si antare e plot në Bashkimin Evropian, këtë standard dhe këtë model të një funksionimi të drejtë do të ngrit në nivel pak më të lartë, jo pak më të lartë, por shumë më të lartë, por mirë po duhet kuptuar se kjo është proces dhe nuk është që bëhet, kjo nuk bëhet domethënë se për 6 muaj dhe për 1 vit, domethënë kjo bëhet gradualisht duke u ndryshuar edhe gjeneratat të cilët jetojnë këtu. Që ta lidhe edhe me hyrjen që bëra për këtë intervistë që do bënim bashkë, do thot në atë kornizën e drejtësisë tranzicionale, fotografia e popujve në harmoni në rastin e Maqedonisë së Veriut, veç më ka filluar edhe të pikturohet. Tani duhet thjesht t'i vendosim ngjyra më të forta. Dhe patjetër se gjenerata jonë mban mend 90-tat dhe mban mend 2000-ën edhe pas 2000-ën. Mirë po, në qoftë se hym në syt dhe në mendjen e gjeneratës së re, e cila është tani 15-20 vjeçare, besoni se ata janë shumë kosmopolit,
janë shumë më të gjerë dhe janë gjëra të cilat atyre jo interesojnë që neve ende nuk mund t'i kuptojmë, kurse gjërat të cilat ne mendojmë se janë jetike, atyre fare s'ju interesojnë. Më dhënë, për ata Maqedonia është, Shqipëria edhe Kosova është aq e vogël sa që horizonti i tyre është shumë më i gjerë dhe vizibiliteti i vizioneve dhe paqëmërisë të tyre shkon shumë më larg, domethënë janë kufit europiane, po edhe jashtë Europës. Ashtu që thash për një drejtësi dhe për një kuptim të asaj se çka është drejtësia dhe çka duhet reflektuar dhe çka duhet prodhuar drejtësia, jo vetëm ligjet, jo vetëm njerëzit të cilët zbatojnë ligjet, por ka nevojë dhe të ndryshojnë gjenerata e cila kërkon kohën e vet. Zoti Selmani, faleminderit shumë për elaborimin e kësaj çështje që duhet ta pranojmë më shumë e ndjeshme dhe fjalët që zgjidhen për ta elaboruar të njëjtën nuk është që shumë e lehtë të përzgjidhen. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve. Ishte pak a shumë përpjekja jonë për të sjellë tek ju progresin e Maqedonisë apo vendeve të Ballkanit në drejtsinë tranzicionale. Uroj që sado kudo të kemi dhënë edhe ne kontributin ton në rikthimin e një paqe apo përforcimin e një paqe mes popujve dhe etnive të ndryshme. Mirëmbëjtje.